politikut fier për Partinë Socialiste Belinda Ballukun në një intervistë. Genta, përshëndetje. Julit, përshëndes, që të edhe merët jam në një komunikim tani me zonjën Belinda Balluku, drejtuese e qarkut Partisë Socialiste. Zonja Balluku, faleminderit së pari. Dua t'ju pyes se si ka ecur procesi i numërimit të votave, marrë shkas nga vonesa që u krye këtu në KZZ numër 60, që ka edhe një peshë konsiderueshme dhe për shkak të numrit të lartë të votuesve. Procesi ka hyrë në normalitet dhe kjo është e rëndësishme, pasi tashmë ne nuk kemi kohë për të humbur. Njerëzit janë 24 orë që kanë nisur proceset e numërimit, ndaj duhet t'i facilitojmë dhe t'a çojmë përpara. KZZ-a 60 është padyshim ajo më e rëndësishme, duke qenë se këtu kemi të vendosura të gjitha qendrat e votimit të qytetit. Nga ana tjetër duhet thënë që tashmë është numëruar më shumë se gjysma e kutive të qarkut. Qarku ka 587 kuti, ndërkohë që kemi arritur rreth 300 në këto momente. Rezultati vazhdon të jetë një rezultat me të vërtet shumë optimist. Unë preferoj që të pres vendimin e kutisë të fundit, duke i qenë se vetë procesi është sensitiv, megjithatë 10-a që ishte fillimisht objektivi ynë tashmë është konsoliduar si mandat, edhe mandati 11 është i konsoliduar dhe padyshim ne jemi shumë të kënaqur që të mbajmë mandatin e 12, por duhet parë deri në moment fundit. Gjasat që mund të shkojë edhe më përtej, ka një optimizëm më të shtuar në këtë aspekt? Diqë optimizëm ka gjithmonë, ne kur dalim për të garuar, futemi në një garë, besoj këtë e bëjnë gjithë, jo vetëm Partia Socialiste, për të fituar sa më shumë mandate. Ndaj patjetër që pritshmëritë janë sipas llogarive, por dëshira është më e madhe, kështu që pse jo, por megjithatë 12-a do të ishte 11-a është një triumf, është një fitore e paprovuar më parë. 12-a do të ishte një ëndër që unë shpresoj shumë të arrim, jo për mua, jo thjesht për skuadrën time, jo sepse Edi Rama dhe Partia Socialiste e meriton, sepse padyshim e meritojnë, por nga ana tjetër unë dua që Fieri si qark të ndihet jo thjesht që është zemra e socialistëve, por nga ana tjetër dua që edhe të ndihet që ky besim që po jep Partia Socialiste dhe Edi Ramës do t'i kthehet shumë fish. Pasi ne kemi plane shumë të mëdha për këtë qark që kanë të bëjnë me ekonominë e këtij qarku bazuar mbi turizmin, bujqësinë, kulturën e tjerë. Ku marrë konsiderat e turinë e numërimit të votave dhe veçanërisht këtu po themi kur pritet të kemi dhe të përfundoj plotësisht si proces në parashikimin tuaj. Tani, duhet të them diçka të cilën e kam parë gjatë këtyre 24 orëve. Nuk kemi shpejtësinë e herëve të tjera të numërimit për shkak se fletët e votimit ndahen në disa, pra përveç subjektit ndahen edhe në fletë votimi të cilat kanë të markuar vetëm subjektin, apo fletë votimi që kanë të markuar edhe kandidatin, dhe duke pasur disa zarfe, pra zarfet e subjekteve, zarfet e kandidatëve e tjerë për të kaluar pastaj në atë fazën e dytë të numërimit për kandidatët, do të thoja që shkon pak më gjatë kutia, pra edhe ata numërues që janë me eksperiencë e shikoj që i duhet pak më shumë kohë se sa zakonisht. Kështu që nuk mund ta them një kohë se kur, di që po mbaron Divjaka në këto momente, Roskoveci është afër, Patosi gjithashtu, sigurisht do ngelin dy njësit e mëdha që është Lushnja edhe Fieri, edhe Mallakastra është duke ecur mirë. Një koment të shkurtër dhe për pjesëmarrjen në zgjedhje, ishte e pritshme? Pjesëmarrja në zgjedhje unë them që është një pjesëmarrje normale, ka disa vende të ndryshme, siç ishte Dibra për shembull, që ishte një pjesëmarrje shumë të madhe, apo Tirana, që tregon trendin edhe sensitivitetin e banorëve të asaj zone për sa i përket nga ç'duket Dibra, pasi nuk mund ta lë pa e përmendur, Dibra ka dalë të tregojë mirënjohjen e Edi Ramës, pavarësisht se çfarë thuhet, sepse ka një mobilizim, njerëzit kanë dalë, kanë votuar, diferenca është e madhe midis Partisë Demokratike, e cila ishte ajo që mbante hegemoninë për sa i përket mandateve në qarkun e Dibrës dhe çfarë sot ka marrë Partia Socialiste, dhe duket që është një frym që njerëzit kanë dashur ta shpërblejnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën për gjithë vëmendjen që kanë marrë. Por nga ana tjetër Tirana ka pasur një mobilizim, duke qenë se lista ka pasur një shumë interesante se si ky kod, këtë radhë, pra ky proces ka të nevojshëm mobilizimin e kandidatëve. Kështu që unë besoj që
numri i shtuari i votuesve në Tiranë, pra që janë paraqitur pranë kutive të votimit, ka të bëjë edhe me mobilizimin që i kanë bërë kandidatët e të gjitha partive. Kështu që është diçka shumë normale që lidhet me procesin dhe me mënyrën se si është dizenjuar këtë herë fleta e votimit dhe gjithë procesi. Falenderoj shumë zonjë. Faleminderit dhe unë, gjithë mira. Faleminderit Genta. Pra me drejtuesën e qarkut zonjë Belinda Balluku. Faleminderit Genta, unë do të shkoj tani